na si musliman, Zoti na ka thirrë që mi fatkeqësit, sikur që thot profeti alayhis salam, thot çudi është çështja e besimtarit, u potencu këtu do thot dallimi jon mes besimtarit dhe jo besimtarëve. Kur thot Zoti pejgamberi sa është çudi çështja e besimtarit, edhe kjo ndodh vetëm me besimtarin e jo me dikon tjetër. Është dhunti. Thot nëse i ndodh fatkeqësi, duron, shpërblehet për durimin. Jo i ndodh fatkeqësia tash duhet mi dhon fund jetës. Po duron se Zoti e ka caktuar, jeta është e tillë me sprova. Nëse kish me qenë jeta veç rahati, çu përmend dikush që e mendon që duhet veç rahat me kon, çka i shkon vlera xhenetit? Çka i shkon rëndësia tina? Po në këtë jetë ka probleme, ka sfida. Po thot pejgamberi sa do thot i vjen fatkeqësia besimtarit duron merr shpërblim. Po kur i vjen e mira e falenderoj Zotin edhe këto do thot të dy rastet besimtari merr shpërblim. Çështja tjetër, na nuk kemi marrë të Zoti për ndryshimin e gjendjes, a kemi arrit me e çu deri në fund apo nuk kemi arrit? Na të Zoti kemi marrë në llogari, a kemi dhënë na kontributin që në shkërku pe neva se kemi dhënë. Kjo është në rëndësi.